Mbrëm Brikena dhe Mateo nuk fjetën bashkë, pse Brikena dhe Mateo nuk ndajnë shtratën me njëri tjetrin, ato tashmë janë çift, ato tashmë janë martuar, ato duhet të jenë bashkë të dy. Unë mendoj që kjo tematika nisi edhe me njëherë pas dasmës së Selinës edhe pas dasmës së Gimbos. Filluan me thënë komentet e zjarta, filluan shkrimet e zjarta, tiron çfarë po ndodh, pse nuk po flen bashkë. Unë mendoj që Brikena është duke respektuar fillimisht njerë familjen e saj dhe më pas është duke respektuar familjen e Mateos. Nuk do të thojë që Mateo dhe Brikena nuk fjetën bashkë në një shtëpi me 100 kamera dhe nuk e duan njëri tjetrin apo nuk e respektojnë njëri tjetrin. Përkundrazi, jam pro kësaj gjëje që çifti nuk përzgjedh që të bëjë skena të çmendura, skena të turpshme, skena të ndeverishme në një format siç është Big Brother kush i kush Moria, është në një numër goxha të madh. Domethënë, në këtë rast, Mateo dhe Brikena, unë mendoj që vepruan shumë bukur. Nëse do t'i komentojmë puthjet dhe momentin e tyre, puthjet të Brikenës ishin shumë me pasion, por puthjet ishin me pasion edhe shumë të Mateos, domethënë ishin puthje të ndjera, që realisht unë them që këto të dy e dashurojnë pafund njëri tjetrin. Dhe pas dasmës, kur filluan që të puthen në korridorin e Big Brotherit, tek pjesa livingu, do me thënë mu duken shumë të ndjerë, mu duken shumë pasionant dhe mu duken me një energji të jashtëzakonshme. Do me thënë i dhuruan energji dhe pozitivitet të bukur shumë njëri tjetrit. I dhuruan dashuri. Kjo e bëri që Brikena dhe Mateo ta shijojnë momentin e tyre. Tani pse nuk fjetën bashkë, mua nuk më duket etike në fakt që të ndanin shtratin bashkë, të bënin skena të turpshme, që realisht ky Big Brother ndiqet edhe nga fëmijë. Do me thënë, derisa Mbesa erdhi në shtëpi, imagjinoni çfarë audiencë ka ky Big Brother. Dhe unë mendoj që Brikena është duke mbajtur një qëndrim tamam siç duhet ta mban. Normalisht e ka pak edhe sikletin tani nga pjesa e jashtme, mendoj që pjesa e tezes mbrëmja që të soi pak shpirtin dhe ajo ka atë qëndrimin si çdo vajzë që duhet ta ketë për të ruajtur identitetin, vlerën e saj. Më pas se çfarë do të bëjnë atë jashtme, patjetër që do të flenë, patjetër që do të rrisin dashurinë, do të krijojnë familje etj, por qëndrimet që patën në shtëpinë e Big Brotherit dhe qëndrimet e cilat vazhdojnë të kenë, mua më duket Brikena që nuk është ndikuar fare nga dasma, po thjesht është duke vazhduar lojën e saj siç ishte duke e bërë. Domethënë, e ka natyrën të tillë, e ka tipin të tillë dhe s'ka gjë që mund ta ndryshon karakterin dhe tipin e Brikenës.